Nga Lezhë ku prezantoi kandidatët e koalicionit PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Sali Berisha akuzoi Belinda Ballukun si njeriun më të korruptuar që ka parë historia politike e Shqipërisë. Berisha tha se ajo nuk e monitoroi ndërtimin e inceneratorit ashtu siç e detyronte ligji dhe i shkaktoi buxhetit të shtetit 130 milion euro dëm. Lubia që s'ka pas ndonjëherë të tillë në trojën shqiptare si ajo e papërmbajtur në lakmira për para dhe për luks. 5 vite që duhet mbikëqyrte punimet çdo muaj të djegësit nuk i mbikëqyri asnjë ditë, asnjë muaj, sepse e dinte se parat po i villte Edi Rama. Në spitale nuk do të ketë më kurrë mungesë medikamentesh, tha Berisha, ndërsa çdo ilaç që do të hyjë në Shqipëri duhet të qarkullojë në të paktën 2 vende të Bashkimit Evropian. Kryedemokrati i premtoi 2 check-up-e falas për pensionistët në vit. Pensionistët do kenë të drejtën e analizave të plota pa lek falas 2 herë në vit. Për biznesin, Berisha premtoi përgjysmim të barrës fiskale, ndërsa tha se çdo gjobe vënë nga kjo qeveri do të falet.